Jozefi dhe ëndrat. Zanafilla 37. Vargjet kyçet kapitullit. Izraeli e donte Jozefi më tepër se të gjithë bijtë e tij, dhe i bëri një rrobë të gjatë me mangë. Vëllezrit e tij e panë që Jati e donte më tepër se të gjithë vëllezrit e tjerë, prandaj e urrenin edhe nuk mund t'i flisnin në mënyrë miqësore. Vargjet 3 dhe 4. Kur ata e panë së largu, para se ai t'u afrohej, kompletuan kundër tij për ta vrarë. Ja, po vjen ndërrimtari. Tani, pra e janë ta vrasim dhe do të shohim çdo të bëhet me ëndrat e tij. 18 deri 20. Kështu ata e shitën Jozefin te ismaelitët për 20 monedha argjendi, dhe këta e çuan Jozefin në Egjipt. Vargu 28. Këtu fillon historia më e njohur e Zanafillës dhe një nga më të bukurat e gjithë Biblës. Por fillon keq. Një baba që bën dallime, një djalë 17 vjeç që s'di të hesht, 10 vëllezër plot urrejtje dhe një pus në shkretëtir. Nga jashtë duket sikur gjithçka po shkatërrohet, por Perëndia po fillonte diçka që do t'i shpëtonte të gjithë, përfshirë ata që po e shisnin. Konteksti historik dhe kulturor. Rroba që i dha Jakobi Jozefit nuk ishte thjesht e bukur. Në origjinal është rrobë e gjatë me mangë deri te duar, pra rrobë që nuk mund ta veshësh kur punon. Barinjt dhe punëtorët visheshin shkurt që të lëviznin lirshëm. Kjo rrobë thoshte qartë, ky djalë nuk është si ju, ai nuk do të punoj me kopes si ju. Prandaj vëllezërit u tërbuan. Nuk ishte xhelozi për një copë stofë, ishte një shpallje publike se kush ishte i preferuar, dhe çmimi i shitjes 20 monedha argjendi ishte çmimi i zakonshëm i një sklavi të ri në atë kohë. Krahaso Levitiku 27:5. Pra vëllezërit nuk bën ndonjë pazar të mirë, e shitën vëllanet tyre me çmimin e tregut si të ishte mall. Dhe rruga e karvanit që kalonte nga Dothani drejt Egjiptit ishte rruga kryesore tregtare e kohës. Gjithçka ndodhi rastësisht pikërisht kur duhej, vetëm se në Bibël rastësitë e tilla kanë gjithmonë një emër tjetër. Vargjet 1 deri në 4. 3 gabime në një familje. Kapitulli fillon me 3 gjëra që e helmuan atë shtëpi. E para, Jozefi i tregoi të Atit të keqen që bënin vëllezërit. Në vargu 2. Ndoshta kishte të drejtë, por ishte 17 vjeç dhe po bëhej sy e vesh i babait mi vëllezërit të mëdhenj. E dyta, babai bëri dallim të hapur, e donte më tepër se të gjithë. E treta, vëllezërit nuk mund t'i flisnin në mënyrë miqësore. Vargu 4. Pra nuk i flisnin fare. Urrejtja në një familje fillon shpesh me heshtje, dhe këtu duhet ndaluar tek Jakobi. Ky është njeriu që i kishte jetuar vetë këtë histori. Babai i tij donte Esaun, nëna e donte Jakobin, dhe ajo shtëpi u shkatërrua. Ai e dinte çfarë bën favoritizmi, dhe prap e përsëriti. Kjo është gjëja më e trishtë e vargu 3. Njeriu që u plagos nga një gabim, ja bëri të njëjtin gabim fëmijëve të vet. Modelet e këqija nuk thyhen vetë, duhen thyer me vetdije. Vargjet 5 deri në 11. 2 ëndra dhe një djalë që nuk hesht. Jozefi pa 2 ëndra, duajt e vëllezërve që përkuleshin para duajve të tij. Dhe pastaj dielli, Hana, e 11 yje që përkulen para tij. Dhe ai i tregoi të dyja me ullësi para të gjithëve. Vëllezërit e urryen edhe më tepër. Vargjet 5 dhe 8. Edhe babai e qortoi. A do të vim ne vërtet unë, nëna jote dhe vëllezërit e tu të përkulemi para teje? Vargu 10. Ëndrat ishin nga Perëndia. Kjo do të vërtetohet më vonë. Por mënyra si i tregoi ishte e papjekur. Të kesh një fjalë nga Perëndia nuk do të thotë ta thuash kudo edhe kurdo. Ka gjëra që Perëndia t'i jep për t'i mbajtur në zemër, jo për t'i shpallur. Nëna e Jezusit e dinte këtë. Ajo i ruante të gjitha këto fjalë në zemër të vet. Luka 2:19. Jozefi do ta mësonte këtë urtësi, po përmes pusit dhe burgut. Vini re fjalinë e fundit. Vëllezërit e tij e kishin zili, por i Ati e mbante për brenda këtë gjë. Vargu 11. Jakobi nuk e hodhi poshtë ëndrrën. Diçka brenda tij e dinte se aty kishte punë Perëndia. Ndonjëherë as ne si kuptojmë gjërat që Perëndia po fillon, por ja vlen t'i mbajmë me kujdes
në zemër dhe të presi. Vargje 12 deri 24. Pusi. Jakobi e dërgoi Jozefin tek vëllezërit në Sikem. Ai nuk i gjeti aty dhe një burr i panjohur i tha se kishin shkuar në Dothan. Vargjet 15 deri në 17. Detaj i vogël, por pa atë burr historia do të ndryshonte. Perëndia punon edhe përmes njerëzve që si njohim dhe si takojmë më kurrë. Dhe kur vëllezërit e pan nga larg, thanë fjalët që tregojnë gjithçka. Ja, po vjen ëndrrimtari. Ta vrasim dhe do të shohim ç'do të bëhet me ëndrat e tij. Vargu 19 deri 20. Vini re, nuk urrenin vetëm djalin, urrenin ëndrat, urrenin idenë se Perëndia kishte plan me ta. Dhe menduan se duke e vrarë njeriun do të vrisnin edhe planin. Sa gabim. Vrasja e Jozefit s'do të kishte ndaluar ëndrat, vetëm do t'i kishte lënë ata pa bukë 20 vjet më vonë. Rubeni i pari u përpoq që ta shpëtonte. Mos derdhni gjak, tha, hidheni këtu në puz, vargu 22. Më mendje që të vinte ta nxirrte më vonë. Përpjekje gjysmake, donte ta shpëtonte, por nuk guxoi të thoshte hapur, kjo është e gabuar. Guximi gjysmak shpesh nuk shpëton askënd. Kur u kthye dhe pusi ishte bosh, ai grisi rrobat. Djali s'është më, dhe unë ku do shkoj, vargu 30. Dhe një udhësi që e mësojmë vetë shumë më vonë, Jozefi u lut e u përgjërua nga pusi. Vëllezërit u ulën të hanin bukë, vargu 25, ndërsa ai bërtiste. Këtë do ta rrëfejnë vetë 20 vjet më vonë, e pa mangthin e shpirtit të tij kur na lutej, dhe nuk e dëgjuam. Kapitulli 42, vargu 21. Vargjet 25 deri në 30. Shitja. Kaloi një karvan tregtarësh dhe Juda propozoi: çdo bi kemi, po ta vrasim, ta shesim. Vargjet 26 dhe 27. Fjalët tingëllojnë si mëshirë. Të mos e vrasim, është vëllai ynë, por ishin llogari fitimi në vend të krimit. Ndonjëherë keqja jon vishet me arsye të mira, dhe kështu për 20 monedha argjendi vëllai u bë mall. Vargje 31 deri në 36. Gënjeshtra që shpon zemrën e babait. Pastaj morën rrobën, e zhytën në gjakun e një cjapi dhe ja çuan babait. E gjetëm këtë. Shiko, a është e djalit tënd? Vargu 32. Nuk gënyen me gojë, e lan babain të nxirrte vetë përfundimin. Gënjeshtra më e egër është ajo që nuk thuhet me fjalë, por lihet të kuptohet. Dhe këtu ka një ironi që të dhëmb. Kujtoni Jakobin kishte mashtruar babain e vet duke veshur rrobat e vëllait dhe duke përdorur lëkurën e një keci, 27:16. Tani bijtë e tij e mashtrojnë ata me rrobën e vëllait dhe gjakun e një cjapi. E njëjta mënyrë pas 40 vjetësh. Ajo që mbjellim na kthehet ndonjëherë nga duart e fëmijëve tanë. Jakobi grisi rrobat dhe qau: do të zbres në varr pranë birit tim duke mbajtur zi, vargu 35, dhe nuk pranoi të ngushëllohej. 20 vjet do jetonte me këtë dhimbje, një dhimbje të rreme, sepse djali ishte gjallë. Sa dhimbje mbajmë edhe ne për gjëra që nuk janë ashtu siç mendojmë. Dhe kapitulli mbyllet me një fjali të thjeshtë. Egjiptianët e shitën Jozefin tek Potifari, vargu 36. Dukej fundi, por ishte fillimi. Fjalët kyçe të kapitullit. Rrobe gjatë me mang, vargu 3. Shpreha origjinale ketonet pasim. Rrobe gjatë deri te duart e këmbët. E njëjta fjalë përdoret vetëm një herë tjetër në Bibël për rrobën e Tamarës, bijës së mbretit David, e 2 Samuelit 13:18. Pra ishte rrobë mbretërore, jo pune. Jakobi po thoshte pa fjalë ky djalë do të sundoj mbi ju. Ëndrrimtari, vargu 19. Fjalë për fjalë në origjinal zotëria i ëndrave. Ishte tallje, dhe vini re çudin. Ata e tallën me emrin që në fund doli i vërtet. Jozefi vërtet u bë njeriu i ëndrave, atij të faraonit, dhe pikërisht ajo i shpëtoi jetën gjithë familjes. Talljet e botës shpesh janë profeci pa e ditur. 20 monedha argjendi, vargu 28. Çmimi i një sklavi të ri. Vëllezërit e shitën vëllain me çmim tregu, dhe shekuj më vonë një tjetër do të shitej për 30 monedha argjend. Mateu 26:15. Të dy herët dikush shiti atë që duhej të mbronte.
dhe të dy herët Perëndia e ktheu shitjen në shpëtim. E gjetëm këtë, vargu 32. Fjalët e vëllezërve kur i quan rrobën babait. Vini re, përdorin fjalët e njëjta si Jakobi kur mashtroi Isakun. Të dyja herët dëshmia rreme e paraqitur si e vërtet, që tjetri të nxjerrë vetë përfundimin e gabuar. Në atë familje, mashtrimi kishte kaluar tek brezi i tretë. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Jozefi është pamja më e qartë e Krishtit në të gjithë zanafillët. Dhe kjo duket që në kapitullin e parë në historinë e tij. Shikoni sa gjëra përputhen. I dashur nga Ati, vargu 3, krahaso me Mateun 3:17. Ky është biri im i dashur, i dërguar nga vëllezrit. Vargu 13, Gjoni 1:11 erdhi tek të vetët. I urryer pa faj, vargu 4, Gjoni 15:25. Më urryen pa shkak, i bën komplot kundër, vargu 18, Mateu 26:4. I zhveshur nga rrobat, vargu 23, Gjoni 19:23 dhe i shitur për argjend, vargu 28 me Mateun 26:15. Pra ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, Gjoni 1:11. Por ka edhe një ndryshim që nuk duhet harruar. Jozefi ishte i papjekur dhe ndoshta i mingarkuar me krenari rinore. Krishti ishte i përsosur. Jozefi vuajti pjesërisht edhe nga pasojat e sjelljes së vet. Krishti vuajti krejtësisht pas një faji. Jozefi është hija, Krishti është origjinali. Dhe mesazhi i madh që do të mbajë gjithë pjesën e 4 të zanafillës fillon këtu. Vëllezrit menduan se po mbaronin planin e Perëndisë duke e hedhur në pusë. Në të vërtetë po e fillonin atë. E njëjta gjë ndodhi te kryqi. Armiqt menduan se po e mbaronin Jezusin, por po plotësonin shpëtimin e botës. Pietri e tha te rreshajët, ju e vrat, por Perëndia e ringjalli. Veprat 2:23-24. Perëndia i përdor edhe vendimet e këqija të njerëzve për të kryer planin e vet të mirë, pa i miratuar ato as pak. Aplikim për ne sot. Pleqt tanë thoshin, fara e keqe mbin edhe pa e mbjell. Në shtëpinë e Jakobit, fara e favoritizmit ishte mbjell 3 breza më parë, dhe askush nuk e kishte shkulur. Kapitulli 37 është korrja, por ky është edhe kapitulli ku Perëndia fillon të punojë në heshtje. Nga ky mësim neve marrim: së pari, mos bëj dallime mes fëmijëve. Jakobi e dinte nga përvoja e vet sa dhëm dhe prapë e bëri. Fëmijët e ndjejnë gjithmonë kush është i preferuari, edhe kur ne mendojmë se e fsheh i mirë. Pyet veten sinqerisht, a ka ndonjë fëmijë një pambes që e trajtojnë ndryshe, dhe nëse po, fillo sot ta ndreqësh. Së dyti, thyej modelet e këqija me vedije. Favoritizmi kaloi nga Isaku te Jakobi dhe pastaj tek fëmijët e tij. Ato gjëra që na kanë lënduar në familje nuk zhduken vet. Ne i përsërisim pa e kuptuar. Emërtoje modelin që ke trashëguar, zëmërim, heshtje, dallime, ashpërsi, dhe kërkoj ndihmë Perëndisë ta ndalosh tek ti. Së treti, mos e trego çdo gjë që të jep Perëndia. Ëndrrat e Jozefit ishin të vërteta, por mënyra si i tregoi shtoi vetëm urrëtie. Kur Perëndia të jep një ëndër, një thirrje, një ndjenjë të qartë, mos nxito ta shpallësh kudo. Mbaje në zemër, lutu, prit. Koha do ta tregoj, ti mos e detyro. Së katërti, kur dëgjon dikë që lutet, mos u ul të hash. Vëllezrit hëngrën bukë ndërsa Jozefi bërtiste nga pusi. Ky është faji që i ndoqi 20 vjet. Sa herë dëgjojmë dhimbjen e dikujt, një fqinj, një i afërm, një vëlla, dhe vazhdojmë me punën tona. Dëgjimi që nuk vepron është një lloj braktisje. Së pesti, guxim gjysmak nuk shpëton njeri. Rubeni donte të bënte mirë, por nuk guxoi ta thoshte hapur. Në fund humbi Jozefin dhe fitoi vetëm keqardhje. Nëse e di se diçka është e gabuar në familje, në punë, në kishë, thuaje qartë. Fjala e thënë but, por hapur vlen më shumë se një plan i heshtur. Së gjashti, dukja e fundit shpesh është fillimi. Për Jozefin ai pus ishte fundi i gjithçkaje. Në të vërtetë ishte hapi i parë drejt Egjiptit, pallatit dhe shpëtimit të një familje të tërë. Nëse sot je në një pus, pa punë, pa shpresë, i tradhtuar nga njerëzit e tu, mos e quaj fundin e historisë.
Perëndia shkruan kapitull që ne nuk i shohim ende. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 37 na tregon një baba që përsërit gabimin e prindërve të vet. Një djalë me ëndra të vërteta dhe gojë të papjekur. 10 vëllezër që urrenin aq shumë sa nuk flisnin dot. Një pus, një karvan dhe 20 monedha argjendi. Një rob të zhytur në gjak dhe një baba që qau 20 vjet për diçka që nuk ishte ndodhur. Dhe në fund një rresht i thjesht. E shitën Jozefin në Egjipt. Duke i fundi i djalit ishte fillimi i shpëtimit të një kombi. Mbaje mend këtë varg. Ja, po vjen ëndrrimtari, ta vrasim dhe do të shohim çdo të bëhet me ëndrat e tij. Zanafilla 37, vargjet 19 dhe 20. Ata deshën t'i mbaronin ëndrat, pa e ditur që po i fillonin. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju, Zoti u bekoft.